Përmbytjet e shkaktuara nga rreshjet e pandërprera që nisën mbrëmjen e së hënës kanë përfshirë një numër të madh komunash në Kosovë, përfshirë Fush Kosovën, Drenasin, Malishevën, Rahovecin, Klinën, Mitrovicën, Vushtrin, Skënderajin, Gjakovën, Suharekën dhe Junikun. Sipas agjencisë për menaxhimin e emergjencave, uji ka përmbytur oborre, bodrume dhe rrugë të caktuara, duke rrezikuar banesat dhe infrastrukturën lokale. Në disa qytete si Gjakov, Drenas dhe Malishev u kryen evakuime të familjeve që ndodheshin në zonat e rrezikuara, ndërsa Malishev dhe Junik shpallën gjendje të jashtëzakonshme. Për shkak të situatës, nisja e gjysmëvjetorit të dytë për vitin shkollor u shtypër në datën 12 janar. Përmbytjet kanë prekur jo vetëm tokat bujqësore dhe zonat përreth lumejve, por edhe qytete, duke rritur shqetësimin e ekspertëve për nivelin e lartë të rrezikut. Ata theksojnë se përgjegjësi ka jo vetëm niveli lokal i qeverisjes, por edhe faktorët njerëzor në menaxhimin e tokave dhe lumejve. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar se rreziku më i madh është nga lumejt në pjesën qendrore dhe perëndimore të vendit, ndërsa në lindjet e jug niveli lumejve po rritet, por pa rrezik të menjëhershëm. Autoritetet lokale vazhdojnë monitorimin e situatës dhe marrjen e masave emergjente për banorët dhe infrastrukturën e prekur.